nga pushtuesi. Po. Zotëri Ashari, si po ishte sepse i cekëm edhe me avokatin deklaratat e sotme të mbrojtjes, ku vazhdimisht cekën se nuk ka prova. Është një fije shprese që ndoshta edhe me argumentimin që do të bëjnë edhe gjatë ditës së sotme, po edhe në 20 minutshin e secilit prej katërshës, ku do të kenë rastin që për herë të fundit të flasin dhe njëherë, që gjykata të marrë parasysh dhe me qenë se po thuhet se nuk ka prova edhe vërtet të vije deri tek lirimi i katërshës. Ne shpresojmë, pavarësisht për asaj që ne edhe atëherë kur është në fillet e saj për ta krijuar këtë gjykat, kemi qenë kundër, madje edhe kemi protestuar dhe e kemi pamundsuar me protesta dhe në bashkëpunim me deputet mrena që ishin kur është hull në votim, dhe e kemi pamundsuar që të jepet e drejta dhe të krijohet kjo gjykat, sepse edhe atëherë kemi ditë që është politike, është e neanshme, edhe nuk rezervohen atë thëmë edhe raciste, por shpresa e jonë, ne shpresojmë, pavarësisht prej asaj pse nuk e kemi njohur dhe nuk e njohim, ne shpresojmë që gjykata do të ndajë mendimin dhe nuk do të marrë vendim politik, sepse kërkesa e prokurorisë 25 vjet për secilin dënim është politike. Dhe e thash edhe më herët se këtu është bashkëpunimi ka qenë ngushtë me prokurorinë e Serbisë, me prova të shpifra dhe, si që tha avokatin, nuk ka të argumentuar se krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Kadri Veseli, për ta nuk ka asnjë argument që ushtria shqiptare e Kosovës, duke qenë këta krerët themelus dhe barsit e ushtrisë shqiptare të Kosovës, madje Hashim Thaçi duke qenë edhe drejtori drejtorisë politike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk ka bërë krime. Dhe një çështje duhet ta kuptojnë edhe ndërkombëtarët se lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë luftë vullnetare. Ka qenë pa shtet dhe pa pushtet dhe ka qenë e pastër dhe gjithë këto pretendime të prokurorisë kanë qenë të pamundura, në asë një rrethon, me të drejt, që të kryhen nga pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sepse, ata që kanë kryer që në fakt nuk merret drejtësia, është ushtria dhe policia serbe, si që dim për shembull masakrat e gjitha ato mbi 502 masakra që ka kryer në territorin e Republikës së Kosovës. Për cilat edhe ka qenë dëshmitar Wesley Clark, i cili edhe reagoi gjatë ditës së sotme. Dhe nëse arrihet dhe këtë trup gjykues merr vendim fajsues për krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ju i keni pa edhe protestat të cilat i kemi organizuar dhe se si ju kanë bashkangjit shtresat e ndryshme, se si kanë qenë pjesëmarrës të gjithë nga gjitha truhet shqiptare, nga mergare, flet shumë se lufta jonë ka qenë e drejtë dhe kërkesa e tyre edhe dje në morshin për drejtësi jo politikë, besoj se ka faktu që ne në fund fundit si popull nuk jemi minor në Ballkan. Dhe nëse, po e them me përgjithësi, nëse vendos kjo gjykat në verdiktin përfundimtar të fasoj krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, unë po them edhe nga kjo studie, atëherë i fryn destabilitetin në Ballkan. Çka doni të thoni me